Janë një qift i jashtëzakonshëm, një qift i admirueshëm, një qift shumë i suksesshëm, të cilët do t'i ftoja në skenë. Janë ata Ulpiana Lama dhe Ardian Lama. Pasi moda kalon, e vetmja që mbetet është stili, thoshte Coco Chanel. Coco Chanel është ai që kishte fustane nga 10.000 euro? Ajo, pak më shumë, pak më pak, po nuk është çështje çmimi, është çështje personaliteti dhe shijeje. Edhe portofoli. Burrat. Gjithmonë mbaj shënim se sa ka shkuar çmimi dhe fatura në fund të muajit. Ju jeni shumë njerëz të bukur të mbledhur në një vend këtu. Duket ka qartazi një përpjekje për afirmimin e stilit personal. Juve, zoti ju luajt, ministër, policia po e bën mirë punën e vet aty jashtë? Shpresoj që po. Mirë, degustibus non disputandum. Shijet nuk diskutohen. Mirë po juria na ka propozuar një listë të nominuarish të cilët do t'i shohim tani. Best styling. Si person që merret me median dhe komunikimin publik, është një nga detyrat e mia që t'i jap këshilla klientëve, personave, edhe lidhur me veshjen. Më saktë me si nuk duhet vishen, duke përjashtuar çfarë nuk duhet veshin. Por jo juve, sepse juve me përkufizim duhet i shtyni kufit dhe të vini me stile të reja, të vini me linja të më avangard. Fituesja sot është Ryva Kajtazi me të Kampran. Veç me ty ndije mirë, baby, ndije mirë, baby. Vetëm kur të kam pran, baby, të kam pran, baby. Spari mi mrama gjithve. Dim shumë mirë që jam në mesin e juj. Faleminderit shumë për çmimin, ky çmim do më thanë shumë. Spari kisha mi falenderu gjitha ata njerëz që kanë kontribu normalisht edhe më kanë përkrah vazhdimisht. Spari është familja ime të cilën e du shumë normalisht edhe që më përkrah vazhdimisht. Mandej njerëz cilën e kanë punu këngën, ky çmim i dedikohet domethënë Flutra Dedinjes, e cila kujdeset edhe është kujdes në klip për stylingun edhe për sonte. Faleminderit shumë.